Në prag të festës së Bajramit, shkolla fillore e Çajlës u shndrua në një vend ku gëzimi mori formë në buzëqeshjet e fëmijëve. Të gjithë nxënësit u surprizuan me dhurata, të cilat vinin nga mërgjimtarët. Nga larg, por gjithmonë pranë me zemër, ata zgjodhen që këtë festë ta ndajnë me më të vegjëlit, ku bashkë me paketat simbolike, ata dhuruan edhe ndjesinë e përkatësisë dhe dashurisë për vendlindjen. Mërgjimtarët ja besuan këtë aksion humanistit Sinan Elezi, i cili aktivitetet si ky i bën me shumë dashuri, sepse gëzimin e fëmijëve e vlerëson si emocionin më të bukur që mund ta provojë njeriu në rast surprizash si kjo. Ai i falenderoi donatorët që gjatë këtij Ramazani e kanë mbajtur lart frymën e humanitetit, duke sjellë gëzim tek fëmijët, nevojtarët dhe të gjithë ata që jeta i ka sprovuar me vështirësi. Kjo dhuratë vjen pi gurbeqarëve Çajlës që gjenden në Austri, në Vienë. Vu falenderojmë gjithëve ative që kanë dhënë këtë kontribut këtë muaj në shenjtë të Ramazanit, të gëzueshëm nxënësit e shkollës, vuhem vullnet për tije, e vu falenderojmë Zoti vu dhash net, bereqet, lumturi, gurbeqarëve Çajlës. Mirënjohje shprehu edhe drejtoresha e shkollës qefsere Sinani Velia, e cila nënvizoi se mërgjimtarët mbeten një shtyllë e fortë mbështetjes për vendlindjen. Sipas saj, ata janë dëshmuar në shumë projekte të rëndësishme për shkollën dhe për fshatin në përgjithësi, duke nxjerrë në pa faktin se lidhja e tyre me vendlindjen është veprim i vazhdueshëm në shërbim të shoqërisë dhe të ardhmes së fëmijëve. Falenderoj përzemërsisht bashkëfshatarët e vendit tonë me punë në Austri dhe zotri Sinan Elezin si ndërmjetësues i këtij donacioni që t'i gëzojnë fëmijët. Kjo nuk është hera e parë siç e përmenda, po çdo herë i gëzojnë fëmijët në festa të ndryshme si Bajrami e kështu me radhë. Desha të potencoj se donacione ka edhe do të ketë. Ja pikërisht mbrëm patëm një donacion ushtruar një iftar nga një donator anonim dhe me participim të mësimdhënësve, po ashtu në fillim të muajit Ramazan patëm edhe një iftar të shuar nga kuzhina e Mona, me iniciativë të vetë nipit të tij të nxjerrit Nexhat Murtezani, i cili kishte dëshirë që të shtrojë për bashkëmoshatarët e tij një iftar. Kujtojmë se Çajla gjatë këtij Ramazani është bërë shembulli më i bukur i bujarisë, ku për çdo ditë janë ndarë paku ushqimore si dhe zarfe me para për ata që po kalojnë nëpër situata të vështira dhe kanë nevojë për përkrahje.